Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall. Nësa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, jemi sot në takimin e radhës me dersin ton, të cilin që në fillim e kemi emërtuar me një nga ajetet kuranore që flet për këtë çështje, ku Allahu xhallahu ala thot: "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Allahut i takojnë emrat më të bukur, andaj dhe Allahu i ka emrat më të bukur, andaj thirreni dhe luteni me to. Në dy takimet e fundit kemi folur për rëndësinë e kësaj teme dhe disa kuptime të rëndësishme që duhet të na shoqërojnë gjatë trajtimit të kësaj teme. Kur them duhet të na shoqërojnë, kjo nuk kupton se nuk duhet këto kuptime të jenë, do të thotë, jo prezente asnjëherë gjatë trajtimit të çfarëdo lloj emri nga emrat e Allahu xhallahu ala. Nga se qoftë në temën e parë që kemi folë, çka synojmë nga këto emra, dhe gjitha këto synime duhet të jenë prezente vazhdimisht me çdo emër që ne mësojmë. Dhe e dyta në ato kuptime që kemi thënë në javën e kaluar, qoftë ato që kanë të bëjnë me plotësimin e robit gradualisht, apo qoftë ato që kanë të bëjnë me bazat me sa ndërtohet kuptimi këtyre emrave e kështu me radhë. Padyshim se njeriu i cili shleton dhe lexon për literaturën që dietarët kanë folur për këtë çështje, mund të gjejë material ende për të vazhduar me hyrje, me parathënie të domosdoshme që flasin për këtë temë. Mirë po mendoj që, inshallah, ajo që është përmend deri më tani, mund të jetë e mjaftueshme kësaj radhe. Në trajtimi i kësaj teme, padyshim nuk mund të përfundon me një trajtim një herë, por është projekt jetësor që duhet vazhdimisht kohë pas kohe në fazat e caktuara që kalojmë të rikthehemi përsëri trajtimit të këtyre temave. Andaj për kësaj radhe, po them kështu kushtimisht, mjaftohemi me ato dy hyrje dhe sot fillojmë me një nga emrat e Allahut Azza wa Jall, duke lutur Allahun te baraka ta që na mëson ato që duhet, të na mundson ta themi ashtu sikurse duhet dhe ta veprojmë sikurse duhet, që Allahu xhallahu ala të jetë i kënaqur me fjalët tona, me veprat tona dhe edhe ne të jemi të kënaqur nesër me takimin me të. Në qoftë se dëshojmë të flasim për emrat e Allahut Azza wa Jall, atëherë ajo që duhet fillimisht të flasim për të është emri i tij Allah. Kjo është esenca dhe baza, me cilën ndërtohen pastaj edhe emrat e tjerë që do të flasim. Mirë, po të flasësh për emrin e Allahut Allah, për një emër që ka përmbledhur të gjitha emrat e Allahut xhallahu ala, dhe për një simbol të një përsosmërie dhe të një bukurie, të një çka dush thuaj nga shpejt e njerëzve, apo që ka të bëjë me ato që është e mirë, të flasësh për të nga një kënd që është, do të thotë, me mangësi e me tmeta, edhe në shprehje, edhe në fjalë, në vepra, çka do qoftë, është padyshim një kombinim jo i përshtatshëm. Andaj është vështirë që ne të flasim për Allahun Azza wa Jall. Është vështirë që ne, do të thotë, të flasim se çka do të thotë emri Allah. Prandaj edhe dietarët e mëdhaj që janë zhytur dhe thelluar thellë në shkencën e Islamit, kur kanë folur për emrin e tij Allah, kanë folur më vërtet me shprehje mrekulluese dhe në fund kanë thënë janë dorëzuar para paaftësisë dhe pamundësisë së tyre, duke i referuar gjithmonë asaj që e thënë të çdo nat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "La uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik." Nuk ka mundësi të përfshi falëndrimin ndaj teje. Ti je sikur e ke falëndruar veten tënde. Prandaj kjo është një emër i madh, pa emrat e Allahut Azza wa Jall, që me të vërtetë mendoj që një pjesë e kësaj, nëse ne e kuptojmë si duhet të ketë një ndikim të madh në jetën tonë dhe duhet që të ketë një përjetim të posaçëm kur ne e përmendim emrin e Allahut subhanahu wa taala. Emri Allah është emër i cili, sikur që e kam përmendur dietarët, përmbledh të gjitha emrat e tjerë të Allahut Azza wa Jall dhe përmbledh të gjitha cilësitë e tij. Prandaj asnjëherë nuk thuhet se nga emrat e Ar-Rahmanit është Allah, po thuhet nga emrat e Allahut është Ar-Rahman Ar-Rahim ose më radh.
Madje dietarët edhe kanë shkuar deri në atë shkallë për të folur për rëndësinë e këtij emri dhe kanë thënë se ardhja e këtij emri në formulimin e shahadetit e ka domethënë në vet. E qofse një njeri në vend të emrit Allah dëshiron në shahadet të përmend një emër tjetër nga emrat e Allahut azza xal. Sepse dha është Allahu xhallahu ala, ka plot nga ulemat që thonë se shahadeti nuk pranohet atë. Pra nëse thot dikush la ilaha illa ar-Rahman, themi se halas ka në Islam. Nëse emri i Allahut Allah është i posaçëm me Allahun xhallahu xhelaluhu. Dhe ardhja ati në formulimin e shahadetit e ka një domethënie të posaçme në nënshkrimin e marrëveshjes mes robët dhe mes Allahut azza xal. Pra në të gjitha emrat e Allahut xhallahu ala vijnë nga ky emër. Sikurse thot Allahu xhallahu ala në surën Al-Hashr, huwa Allah, ai është Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Ai është Allahu la ilaha illa hu, nuk meriton të adhurohet askush posa tij, ai është ar-Rahmanur Rahim. Pastaj la ilaha illa hu huwa Allah. Ai është Allahu, nuk meriton të adhurohet askush posa tij, la ilaha illa hu al-Malik, al-Quddus, as-Salam, ekstremat. Prandaj gjithë emrat e Allahu xhallahu kanë mbuluar nga ky emër. Dhe ky emër i ka kuptimet e caktuara që ulemat i kanë përmend, dhe gjithashtu i ka veçoritë e veta dhe e ka ndikimin e vet në jetën e besimtarit. Thash, shletimi i literaturës që flet për këtë emër subhanallahu shumë i shka përderdhur. Nga se ky përfshin çdo gjë që ka të bëjë me Allahun azza xal, që ne mund ta dimë. Andaj këtë emër Allah dietarët e kanë trajtuar gati në çdo trajtim, jo gati, po në çdo trajtim që ka të bëjë me Allahun azza xal. Andaj shumë i shpërndam. Dhe tash të merresh ti dhe të veçosh një ligjërat për këtë emër është një sfidë. Çfarë kimë përmbledh dhe çfarë kimë lënë dhe çfarë kimë marrë kështu më radh. Por mendoj se inshallah në atë që është përgatitur të jetë një udhëzim i mjaftueshëm kësaj radhe përsi po them, lidhur me këtë emër dhe lidhur me këtë temë që ne po flasim. Së përket kuptimit të emrit Allah, disa nga dietarët kanë thënë se emri Allah është emri i përveçëm i Zotit të gjithësisë dhe nuk ka burim të caktuar. Andaj Allah nuk ka burim të caktuar dhe përderisa nuk ka rrënjë të caktuar nga ku buron ky emër, themi se kështu mbetet emri i tij Allah. Ndërsa shumica e ulemave mendojnë se emri Allah do thotë e ka një rrënjë prej ku buron, prej ku del. Dhe ajo rrënjë jap kuptimin këtij emri. Prandaj kanë thënë edhe ata që janë të pajtimit se ka rrënjë, i kanë përmend disa rrënja që pastaj japin kuptimin e këtij emri. Po ndoshta ajo më e theksuara dhe ajo më e rëndësishme për neve është që të lidhemi për rrënjët të cilat aludojnë se ky emër është i mbushur me aspektet e meritës së adhurimit. Prandaj e kanë pyet Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, çfarë kuptimi ka emri Allah? Ka thonë Ibn Abbasi dy shprehje vetëm i ka thënë, por të mjaftueshme me kuptues çdo kush për neve. Ka thonë Allah dhul uluhiyati wa dhul ubudiyya. Çka nën kupton dhul uluhiyati wal ubudiyya? Kan Allahu do të thotë kuptimi i tij ndahet në dy pjesë. Ajo që i përket Allahut lidhet me këtë emër dhe ajo që i përket krijesës lidhet me këtë emër. Dhul uluhiyya do të ai që janë përmbledhur tek ai të gjitha emrat dhe cilësitë që e bëjnë meritor të vetmin të jetë i adhuruari. Kjo është emri Allah. Ndërsa ubudia është do të emër i cili obligon të gjitha krijesat që ta kryjnë çdo vepër, fjalë, qëndrim që ka të bëjë me adhurimin, drejtim te Allahu azza wa jall. Kjo që ka të bëjë me Allahun azza wa jall, e që them se i përmenëm dy pjesë. E para se përmbledh të gjitha emrat e Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe e dyta, apo se përmbledh të gjitha ato që kanë me adhurimin, japin të kuptojnë një çështje vllazëri që duhet të ecim në këtë vit. Se lidhja e robët me Allahut është në litarën e adhurimit. Andaj të gjitha emrat e Allahut xhallahu ala kanë ardhur për të kontribuar kësaj lidhje. Ty me Allahun të lidh vetëm që ti je rob i tij. Çdo lidhje tjetër me të nuk është lidhje. Nuk mundesh më lidh me të ndryshe përveç se nga pozicioni i robit. Prandaj sa Allahu xhallahu ala
ka fol për vetën e tij, madje edhe në emërtimin rëndësor të tij Allah dhe gjitha emrat e tjerë që rreshtohen nën këtë emër, të gjitha këto emërtime, gjitha këto emra i kontribuojnë këtij pozicioni që ti të jesh rob dhe ai të jetë i adhuruar i vetëm. Çdo dalin nga ky pozicion, apo pa mundson edhe njohin Allah xhallahu ala, pa mundson lidhen me të dhe gjithashtu pa mundson njohin në pozicionin tënd që ti e ke në kësaj bote. Pa emri Allah vazhdimisht të kujton ty me lidhjen reale që e ke me Zotin xhallahu ala, me atë që të bën ty të lidhur me të dhe me rolin tënd që e ke në kësaj bote. Andaj në kuadrat e kësaj mund të flasim për adhurimin tash sa dush, po nuk është tema adhurimi, por duhet të them se emri Allah aludon në adhurimin e robit ndaj Allahut dhe aludon para kësaj në të gjitha ato që e bën Allahun meritor që të jetë i vetëm të adhurohet. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu është ilah, ai që meriton të adhurohet dhe adhurimi i tij do të thotë robët e tij e bëjnë përmes 3 shtyllave, apo e para el mahabba, nga dashuria, dhe kjo e bën të veçantë këtë lidhje nga të tjerët, apo nga madhërimi, el mahabba, et ta'dhim, madhërim, e që nuk gjendet kësi madhërimi tek të tjerët, është lidhje do të posaçme e dashurisë, lidhje e posaçme e madhërimit, edhe lidhje e posaçme e el khudu', e nënshtrimit, dhe e posaçme ky nënshtrim pastaj ka një nën të e kërkimit të ndihmës. Andaj Allah na mëson se në mënyrë të posaçme ta duajmë Allahun, në mënyrë të posaçme ta madhrojmë Allahun dhe në mënyrë të posaçme të nënshtrojmë Allahut dhe të kërkojmë vetëm nga Ai. Të gjitha këto aludime në raport me neve i ka emri i Allahut Allah. Gjithashtu dietar kur kanë folur për këtë emër, thash kanë folur se ky emër veçohet nga emrat e tjerë të Allahu xhallahu ala me disa veçori. Dhe duke i referuar këtyre veçorive pastaj shumë nga dietarët, sikurse Ibn Qayyim al-Jawziyyi rahimullah, kanë thënë se ky emër me këto karakteristika dhe disa arsye dhe argumente tjera e bën këtë emër që të jetë emri më i madh i Allahut që e ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se kush kërkon nga Allahu me këtë emër i jepet. Nëse Allahu xhallahu ala ka emrin, një emër nga emrat më të mëdha të tij. E që dietar pastaj kanë mos patim se cili është ky. Por thash dietarët e mëdhenj kanë aluduar se duke u referuar karakteristikave, veçorive që i ka ky emër, e bëjnë këtë emër të të panegociueshëm sipas bindjeve të tyre se ky është Ismul A'zam, emri më i madh i Allahut azza xal, sikurse ka në hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ta përmendim, alladhi emri i cili kur robi kërkon nga Allahu me këtë emër, Allahu xhallahu ala jap. Andaj do të përmend disa veçori të këtij emri, por jo duke u fokusuar në këto. Por nga se këtu na shpihen te një fjalë Ibn Qayyimit rahimullah e rëndësishme, andaj ka veçoritë që apo karakteristikat themelore që këtë emër e veçojnë nga emrat e tjerë është se ky emër sigurisht se ka është baza të gjitha emrave të tjerë. Andaj nuk thuhet kërkon huwa ar-Rahmanu, apo ajo është gjithëmshirshme, pastaj Allah el-Malik, apo po thuhet huwa Allah. Dhe Allahu xhalla xhelalu do të ndëruar sar pejgamberëve të tij i është shfaqur, apo nuk u ka thonë en Allah. I është apo njoftimin e parë, kontaktin e parë me pejgamberët e tij ka bërë përmes këtij emri. Me këtë emër ka dashur të bëhet i njohur te krijesat e tij. Nga se sikur thash kjo ka aludimin e vet nëse meditojmë. Se Allahu bëhet i njohur tek ne jo përmes emrit të tij që është bujar ose i fuqishëm. Gjitha këto e kanë ndikimin e vet dhe rëndësinë që do të vijë. Mirë po Allahu xhalla xhelalu kërkon nga neve që ne fillimisht të njihim me të me këtë lidhje. Apo un jam i adhuruari, po e un jam robi i këtij të adhuruari. Kjo është lidhja e parë që na njihim me Allahun xhallahu ala. Dhe gjithmonë duhet ta zhvillojmë afrimin me Allahun xhallahu ala në raport të kësaj njohje të parë që kena bërë me të. E jo në raporte tjera vapëtën. Prandaj, andon ndonjëherë që Allahu xhallahu ala të zbehet merit e tij për adhurim? Asnjëherë. Nuk ndodh asnjëherë të zbehet merit e tij për adhurim. Andaj, besimtari duhet të jetë gjithmonë aktiv në këtë adhurim dhe të shton. Por andon nganjëherë të zbehet raporti i robit me Allah në raport me emrin Ar-Razzaq?
ndodh më zbe, mos me të furnizuar çka furnizuar gjithmonë. A ndodh të zbehet raporti i robit mes robit dhe Allahut, apo të zbehet ndikimi i emrit, për shembull El-Qawi, i gjithfuqishëm, ai mbetet i tillë. Te Allahu nuk zbehet kur, po në raport me ty nuk vjen gjithmonë ajo që është El-Qawi ose diçka tjetër. Prandaj kjo është themelore që duhet ta ruajmë. Të tjerat duhet sot të shërbejnë. Dhe kjo duhet të jetë gjithmonë e fuqishme. Kjo është e rëndësishme ta kuptojmë. Prandaj Allahu xhallahu ala mbetet vazhdimisht ai që është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe kjo nuk zbehet kurrë. Dhe kjo nuk dobësohet kurrë. Dhe asnjëherë askush nuk i bën konkurrencë në këtë Allahut azza xal. Prandaj në këtë rraf duhet të jetë lidhja jonë gjithmonë e fuqishme me Allahun xhallahu ala dhe gjithmonë në rritje sipër. Nga se kur kemi hyrë në këtë marrëveshje, kemi hyrë me informata shumë themelore. Sa ka mbet nga ajo që ne nuk e dim, që Allahu meriton të adhurohet e që do të fuqizon të raportin me Allahun xhallahu ala, shumë është projekt i papërfunduar në jetën e njerit, është mejdan shumë i gjerë që nuk shohin sy sa është gjën kjo. Pra gjithmonë robi duhet të jetë në kërkim të përmirësimit të raportit me Allahun xhallahu ala në këtë mejdan, në mejdan të adhurimit. Dhe gjitha mejdanet tjera duhet të jenë në shërbim të këtij mejdani. Prandaj kjo bën veçantë këtë emrin të Allahut Allah. Nga se kjo është lidhja e robit me Zotin e tij. Prandaj shumë vënë Allahu xhallahu xhelalu do të thash flet kështu. Andaj edhe kur na flet Allahu xhallahu që mos të bëjmë shok Allahut azza xhel, ta ruajmë shetnin këtyre raporteve, e bëhet në mënyrë të posaçme që nuk ndodh ndoshta me kërkesa të tjera. E bën këtë mënyrë të posaçme. Por edhe shkelja apo në këtë rrafsh është e posaçme gjithashtu. Andaj lidhja është e posaçme, por edhe shkelja është e posaçme. Andaj ky emër është përmend më së shumti nga çdo gjë që është përmendur në Kur'an. Thot Ibn Taymi rahimullah se emri i Allahut Allah dhe emrat e tjerë, por veçanërisht ky emër është përmend më shumë se të gjitha llojet e ushqimeve, pijeve që janë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Për t'regu se ke nevojë për Allahun shumë më shumë që ke nevojë për xhenetin. Allahu të dyn. Xheneti është rezultat dhe pasojë e kësaj njohje. Prandaj është përmend përmise 2200 herë në Kur'an emri Allah. Mbi 2200 herë Allahu thot unë jam Allahu. Asnjë tjetër çfarë do të shprehje, qoftë e natyrës së ushqimeve, pijeve, çka do qoftë që njeriu ka nevojë për të, nuk është përmend as për së afërmi sa është përmend emri Allah, për na treguar se për këtë ke nevojë më shumë. Andaj, nga kjo mund të nxjerrë në përfundim se përderisa ne nuk e ndim nevojën për Allahun më tepër se nevojën për ushqimin, pijen, sigurinë, shëndetin, familjen, raporti ju mbet i zbehur me Allahun xhallahu xhelaluhu. Nga se përdorimi i shpert i kësaj fjale dhe të kujtuarit e shpert e kësaj fjale nuk është për dëshmuar se sa Allah meriton më adhuru. Apo, nga se nuk ka nevojë të thuhet 2200 sa i meriton të adhurohet, por është përmend shpesh herë për të na vëdësuar neve sa kemi nevojë na për këtë emër. E jo sa ka nevojë Allahu për të dëshmuar se ai është Allahu. A kuptove? Andaj s'ka përmend kaq shpesh emrin Allah si argument se unë 2200 herë të kallëzoj se unë jam i vetmi që meriton të adhurohet. Sepse kjo kuptohet në këtë kontekst, por është përmend për të treguar 2200 herë godas në zemrën tënde, në kokën tënde, për të vëdësuar ty se ti ke nevojë për këtë emër më shumë se për çdo gjë tjetër që është përmend këtë Kur'an, qoftë kjo ushqim, pije, shëndet, çka do qoftë. Prandaj nuk është i rregulluar raporti me Allahun dhe nuk është ndikimi i këtij emri në jetën tonë si duhet, përderisa nuk ndihet kjo nevojë. Përderisa nuk ndihet kjo nevojë. Gjithashtu, aja që këtë emën thash e bën të veçantë, e para thash është baza e gjitha emnave, e dyta përmendet shpesh në Kur'an, e treta është se ky emër nga veçoritë e këtij emri është se lere që rreshtohen dhe rënditen pas të gjitha emrat Allah xhallahu ala. Por të gjitha emrat dhe cilësitë Allah xhallahu ala aludojnë këtë emër. Aludojnë në këtë emër. Dhe kjo është emri më i madh i Allah xhallahu, sikurse thash ka thënë disa nga dietarët, se Allahu xhallahu ala në fund të surës Al-Isra çka thot? Qul id'ullaha aw id'ur Rahman.
Ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna. Thuaj, thirrni me emrin Allah, ose thirrni me emrin Ar-Rahman, me cilin do që e thirrni ai ka emrat e bukur. Dietarët kanë thënë se ky ajet ka thënë se emri Allah është më i mirë se emri Ar-Rahman. Më i dashur tek Allahu me e thirr me këtë emër se emri Ar-Rahman. Ku flasna për vlerësimin e emrit të Allahut, gjithë mbeten të bukur. Po tash për emrin e tij Allah. Pse? Fillimisht thot Ibn Qayyim rahimullah i ka dhënë përparësi para emrit Ar-Rahman. Allah. Andaj bismillahi Ar-Rahmanir Rahim. Elhamdulillahi pastaj Ar-Rahmanir Rahim. Apo kulidu Allah awidu Ar-Rahman. Gjithmonë i ka dhënë përparësi këtij emri. Dhe e dyta se ky emër Allah aludon edhe në emrin e Allahut El-Qawi, El-Jabbar, El-Aziz. Do të gjitha që janë emra që tregojnë dhe dëshmojnë fuqinë e Allahut, pushtetin e tij. Ndërsa emri Ar-Rahman nuk aludon këtu. Aludon diçka tjetër. Prandaj emri Allah aludon dhe aludojnë të gjitha emrat e Allahut xhallahu ala dhe emrat dhe e plotat e Allahut xhallahu ala. Andaj paramana ky emër sa përmban në vetën e tij nga fuqitë, ndikimet, kuptimet e mëdha që na me thjeshtësi themi Allah. Për këtë arsye, Ibn Qayyim rahimullah dhe ndëruar kur flet për veçoritë e këtij emri, veçoritë domthonjë që i përmban veç teksti si Allah. Do aspekti tekstual i këtij emri. Allah përmend veçoritë e shumta, një nga ato që unë i përmend disa prej tyre. Pastaj thot, ndërsa sa i përket apo aspektit kuptimor, thelbësor të këtij emri, çka Ibn Qayyim rahimullah kur vjen tek kjo. Dallimin tekstual do të përmbajtësor të gjuhës, Allah dhe Rahman dhe Rahim kanë dallime. Dhe veçohet me to, ky emër me këto që i ceka dhe shumë tjera. Mirë po, në qoftë se dëshirojmë, thotë Ibn Qayyim, të flasim për përmbajtjen thelbësore të këtij emri. Dhe dallimet çka thotë Ibn Qayyim rahimullah. Wa amma khasa'isuhu al-ma'nawiyya. Asaj përket veçorive të këtij emri kuptimore, thelbësore që kanë ma'nawiyya, manasja ka jo të tekstit. Apo thot faqad qala fiha a'lamu al-khalqi bihi, na ka thuar kët më i ditur i për të sallallahu alaihi wasallam kur thot la uhsi thanan alayk anta kama athnayta ala nafsik. Nuk kam mundësi unë ty më të falënderoj asnjëherë çfarë do të shprehje, çka do të themun për ty. Përfundon fjalori im, përfundon lavdrimi im, përfundon falërimi im, ndërsa nuk përfundon ajo që duhet të thuhet për ty. Anta kama athnayta ala nafsik, ti je i falëndëruar, i madhnuar, i lavdruar ashtu sikur se ti din për veten tënde. Thot o kayfa tuhsa, si kemi mundësi ti përmbledhim veçoritë e një emri apo që me të emërtohet ai i cili është nga çdo aspekt i plot, ai që është nga çdo aspekt i lavdruar, ai që është nga çdo aspekt i falëndëruar, ai që është nga aspekt i ngritur, ai që është nga çdo aspekt do thot i lartë dhe i fuqishëm. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah wa kullu khairin, çdo e mirë, wa ihsanin dhe bëmirësi, wa judin dhe bujari, dhe mirësi dhe vlerë, të gjitha që ekzistojnë ndokun, të gjitha janë pejti jepë. Fa ma dhukire hadhe l'ismu, thotë Ibn Qayyim rahimullah, vazhdan, thotë, kudo që të përmenet ky emri Allah, bekon në atë që përmenet. Andaj thotë, fa ma dhukire fi qalilin illa kathara, në që se përmenet qka që është e vogël e rrit, e bënd të madha. Pastaj, wala inda khaufin illa azala, dhe nuk ndodh të përmendet në rast të frikës e që nuk e largon frikën. Nëse e kupton këtë emër Allah si duhet dhe e zhvillon këtë raport sikur të thënë në fillim. Wala inda karbin illa kashafa, dhe nuk përmendet në ndjenjë sprove që nuk e largon. Wala inda hammin wa ghammin illa farraja, dhe nuk përmendet me rast të ndonjë brengë dhe mërzie e që nuk e largon atë brengë dhe atë mërzi. Wala inda diqin illa wasa'a, dhe nuk përmendet në rast të ngushtë e që nuk i duket robës së zgjeru puna, nuk është ngushtë më që shkon apo. Apo wala ta'allaqa bihi dha'ifun, dhe nuk ndodh asnjëherë që një i dopt të kapet për këtë emër e që mos të furnizohet me fuqi pastaj aftën. Është burimi i fuqisë dhe burimi i shpresës. Wala dhalilun, dhe as i nënçmuar dhe i përbuzur kur të kapet për këtë emër nuk ndodhet që mos ngritet aftën. Kush nuk u ngrit me këtë emër? Veç ai që kalon këtë emër. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu e përmend në Kur'an se njeriu nuk ka qenë askush. Kush e ka bënë një tjetër dikush? Allahu xhalla wala. Askush nuk ka qenë.
Madje nëse marrëm dhe ndëruar, sikur do të flasim tek emri Allahut krijuesi, El Khaliq, El Khallaq. Vetëm nëse marrim shpjegimin e medicinës apo në fekundimin që ndodh për të krijuar njeri. Sa nga spermatozoidet vdesin me miliona, gjitha ato që mund të më kontë japtën. 1 për milionave shpëtan, thonë lemat që ky jetë japtën. Apo kush jetin këtë përbëjtje të milionësh kur kush japtën. Andaj ka thënë Allah xhalla wala, lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali. Ne kemi krijuar njerin apo nga një copë e ngjizur e gjakut apo për ta sprovuar. Para kësaj ka thonë surën El-Insan, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr, asikutut njeriu ta kokur lam yakun shay'an madhkura. Sa ajin kërkush apo kush ka bëu me kon njeri, me kon kështu. Allahu azza jall. Andaj nuk kapet, nuk lidhet me këtë emër diçka e që nuk bëhet dikush atë. Prandaj edhe në rrafën e kësaj bote ka njerëz që as nuk kanë familje autoritative, as nuk kanë fis autoritativ, as nuk kanë mbështetje të madhe financiare, as kurrë s'kan. Por kur kanë kapë me këtë emër janë bëu dikush. I ka bëu Allahu xhalla ula dikush atë. Andaj nuk kapet askush me këtë emër, edhe çorti për buzur e që Allahu nuk e ngrit atë. Thot pastaj Ibn Qayyim rahimullah, wala faqir, edhe nuk ndodh një i varfër më ka për këtë emër e që ky emër nuk e pasunon atë. Me garancë, pasunohesh kur kapesh me emrin Allahut azza xhela. Pastaj thot wala sharidin, edhe asnjë i përndjekur që kapë me këtë emër e që nuk i bën Allahu strehim atë. Tonë ka njek, s'ka strehim, kapë për Allahun xhela wala ta gjon shpellën atë. Ta gjon strehimin Allahu te bareke ve taala. Pastaj fa huwa al-ism, kjo është një emër që përmes tij tukshaful kurubat, largohen të lashat, wa tustanzalu al-barakat, dhe me te zbresin dhe thithen bereqetit dhe begatit e Allahut azza xal, wa da'awat, dhe mbi këtë emër ndërtohen lutje që ne ja drejtojmë Allahu xhalla xhelaluhu, wa tuqalu bihi al-atharat, dhe mbulohen temetat tona. Apo sot metën e ki ta mlen Allahu me emrin e tij Allah, s'doken. Gjunohat me emrin e tij na janë mbuluar. Temetat me emrin e tij na janë mbuluar. Andaj me emrin e tij mbulohen këto, apo wa tustadfa'u bihi as-sayyi'at, dhe çdo rrezik që ka mundësi me godit me këtë emër largohet, wa tustajlabu bihi al-hasanat, dhe me këtë emër thithen dhe vilen dhe miren të gjitha të mirat. Andaj ky është një përshkrim i shkurt i Ibn Qayyimit rahimullah për një tentativë dhe përpjekje apo për ta zbuluar aspektin kuptimor të këtij emri. Andaj me drejt thash disa ulema këj ka detyruar që të thojnë se ky është nga emrat e Allahut të mëdhaj, që kush e lut Allahun me këtë emër, Allahu xhalla wala nuk i kthen duan. Edhe veçori tjera të shumta, por duhet të përmend disa nga argumentet që ulemat i kanë përmend pse ky emër bëhet emri më i madh. Argumentet e Ibn Qayyimit dhe disa të tjera. Fillimisht kanë thënë se ky emër është e para që e cekëm. Emri më i madh i Allahut azza xal, që Allahu xhalla xhelaluhu do të thotë nuk ja ka lejuar askujt nga krijesat që të emërtohet me te. Sa ka pas nga ata që kanë pretendu, apo se janë zotna, duhet të adhurohen, por askush prej tyre nuk ja kanë gjitë emrin vetit Allah. Nuk njihet në historinë e idhujtarisë idhull që quhet Allah. S'ka. Kjo është emër i rezervuar vetëm për Allahun xhallahu ala, dhe Allah nuk ka lejuar që askush të emërtohet me këtë emër. Përdisa me emra të tjerë ka, ekzistojnë. Po edhe sot, nëse jo në kuptim të hyjnis, po në kuptim të emërtimit, me kuptimet e ngushta për se emër ekziston. Ekziston emri i Allahut është El Ali. Ekziston Ali emri, po ekziston Rahman, ekziston Rahim, ekziston, po nuk ekziston emri Allah. I njerët Allah, po kam që më gjithë djallët Allah s'ka kësë emri. Madje ka thonë ulemat se të gjithë popujt në botë, pavarësisht përkatësisë fetare, çka adhurojnë, në qoftë se i thuash unë e adhuroj El Qawi, nuk din kush është Zoti. I thuash e adhuroj El Aziz, nuk din kush është Zoti. Mi po i thua Allah e din se bëhet për Zotin e gjithësisë. Pastaj mënyrën se si komunikon ai me të, me ndërmjetësime, pa ndërmjetësime, kjo është problem tjetër. Mi po të gjithë e pranojnë se emri Allah aludon në krijuesin e gjithësisë, në atë që meriton të adhurohet. Dhe kjo e bën këtë emër të posaçëm, që askush nuk është emërtuar me këtë. Andaj Allahu xhallahu ala thot në surën Maryam, Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma
fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allahu thot për vetën e tij, Rabbus samawati wal ard, kujdestari mbikëqyrësi, krijuesi, sunduesi i qiellit dhe i tokës dhe asaj që ka mes tyre, andaj fa'budhu, adhuroje ti atë. Pra japet kërkesa për adhurim, japet të kuptohet se fjala Rabb në fillim është përshim fjala Ilah, Allah. Nga se ka arë kërkesa e këtij emri, edhe pse është përmend me diçka tjetër. Andaj fa'budhu, adhuroje, wastabir, dhe tregohu i durueshëm dhe i qëndrueshëm në adhurimin e tij, hal ta'lamu lahu samia, mos vall ti njën do kënd të ngjajshëm me atë që s'pa adhuron. Shikoj çfarë pyeti, hal ta'lam, a din ti kanë samia, që është i ngjajshëm me atë, që ulemat thonë i ngjajshëm duke filluar nga emri i tij, Allah. A din ti kush që ka emrin Allah posti s'ka, as emrin se ka si ai, e mos lasim për përmbajtjen. Prandaj sikur se ka thënë dietarët, nëse dy njerëz kanë emërtim të përbashkët, por dallojnë shumë mes vete në shumë aspekte, dhe këto dallime bëjnë që njëri të jetë shumë më lart se tjetri dhe më meritor për shumë pozita, duke pas emër të përbashkët, çfarë të mëron për dallimet mes dikujt që as emri i tij nuk është sikur sa emrat e tjerë vaptë. Andaj hal ta'lamu lahu samia, a një dikon si Allahu ti që s'po adhuron, s'po përqendrohesh, s'po duron në adhurimin e tij? Përgjigjen çfarë është? Nuk njohim o Zot. Andaj nëse nuk njeheni dikon tjetër Allah, posti Allahu, nuk duhet të njeh zemra juve, pra s'kën pos Allahut, as gjuha juve s'kën pos Allahut, as gjymtyrët e juaja pos Allahut, as asgjë nga jeta juaj nuk duhet të njeh as s'kën pos Allahut. Me kjo e bën këtë emër të posaçëm dhe kjo veçori e bën që dietarët thash në mas të madh të mendojnë se kjo është Ismullahil A'zam, emri i Allahut më i madh. E dyta, që kanë thënë dietarët për këtë është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo i ka mësu ashabët se kjo është emri më i madh i Allahut xhel. Një ditë, sikurse do ka ardhur në Sunan ibn Dawud, hadith është i saktë, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndëgjuar një njeri duke bërë këtë dua. Dëgjoni këtë dua. Një njeri ka bërë dua. Muhamedi sallallahu ka ndëgjuar. Ka thonë ky njeri, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta as-samad la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ky njeri me këtë dua e ka falëruar Allahun azhjal. Duke o Allah, unë kërkoj prej teje, nga se ti kërkoj prej teje duke dëshmuar, ka bëu tawassul në mesim me besimin që ka në Allahun xhallahu ala. Unë kërkoj prej teje duke dëshmuar se ti je i vetmi që je Allahu. Pastaj la ilaha illa ant, i vetmi ti që merren të adhurohesh, një samad, samad do mësojmë çka është samad, por kuptimi i shkurt, të gjithë kanë nevojë për ty, nuk lem yelid, nuk ka lindur, o lem yulad, nuk është i lindur dhe nuk është i ngjeshëm me të askush. Kur e kanë dhënë këtë dua tëra është uluhia, apo adhurim te Allahu xhallahu ala, që sinonimi i emrit të Allahut, Allah. Kur e kanë dëgjuar pejgamberin këtë lutje ka thonë walladhi nafsi bi yadihi, betom në atë që shpirti im është në dorën e tij, sa'ala Allah bismil a'zam. E ka lutur Allahun me emrin e tij të madh, alladhi idha du'iya bihi ajab. E kur lut Allahun me këtë emër përgjigjet dhe kur të kërkohet nga ai me këtë emër Allahu xhallahu ala jap. Pa në këtë emër pranë, këtë dua është pranë emri Allah dhe kjo ka bërë dietar të thonë se ky është emri i madh i Allahu xhallahu xhelalu. Gjithashtu se për asaj që i ka bërë ulemat të thonë është ajo që e cika edhe më herët, se ky emër përmbledh kuptimet e të gjitha emrave të tjerë. Andaj nuk mundet të jetë më i rëndësishëm dega se sa trungu. Emri Allahut i madh është në mes në emrave të Allahut që Allah na i ka mësuar, që aty është dikun. Apo dhe nëse tash ne marrim këtë emër të Allahut xhallahu ala, si mund të lihet mos jetë emri Allah emri më i madh? Nëse nga i burin këtë emrat dhe të mirët nga ai që buran diçka të bëhet më i madh se vetë burimi. Në kaimë rahimullah thotë se kjo nuk është e mundshme. Prandaj kjo është që thotë se kjo është emri i Allahut xhallahu ala nga emrat më të mëdha. Gjithashtu sikur se cika Allahu xhallahu ala do thotë me këtë emër është prezantuar para pejgamberëve, sikurse thot Allahu në surën Qasas në ajetin 30, Allahu xhallahu ala thot: "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi", posa Musa përfundoi marrëveshjen me atë njerin për shërbim 10 vjeçar, u nis me familjen e tij, anasa min janibi turi nara. Apo
për skaj turit, kodrës tur, e pa një zjarr. Dhe shpresoj që ka atje njerëz që të kërkon ndihmë të merr zjarr, të shërbet me zjarr kështu me radhë. Qala li ahlihim kuthu, i tha familjes tij, "Çnani këtu inni anastu naran", un jam duke pa një dritë, një zjarr, la'alli atikum minha bi khabar, nëse vasil ndonjë lajm pe atje ka njerë, në udhëzim ka më shku në japin ndonjë buk, kërsoria udhëzim për mes zjarrit. Falamma ataha, posa ka ardhur tek zjarri, nudiya min shati al-wadi al-ayman. U therr apo nga bregu i anës së djathtë të kësaj kodre. Kush e ka thirr? Allahu xhalla wala. Shikoj vëllai nderuar, do të takimi i parë mes Allahut edhe robit të tij. Në këtë formë, Allahu po i flet drejt për drejt. Dhe ti kur do më njoftu me diken, apo padyshim prezanton do që ki qef me çto me të njoft dikush. Andaj Allahu xhalla wala çka i tha? Tha: "Ya Musa, o Musa, inni ana Allah." Unë jam Allahu. Pastaj ka thënë Rabbul Alamin, Zoti krijuesi, sunduesi i kësaj i keq çka ka të krijuar. Andaj Allahu xhalla wala Rabbut e tij i është afruar me këtë emër. Andaj thash edhe ka bërë emër të domosdoshëm vendimtar në nënshkrimin e çdo marrëveshje mes robit dhe Allahut. Kur do më nënshkruaj marrëveshje la ilaha illa Allah, duhet veç ky emër me kon prezant. Vetëm në emër, vetëm në bazë të këtij emri bëhet kontrata. Nëse ti spranon njëri për shembull, ja pranon Allahu xhalla ora 99 emra, krejtot e nënshkruaj, s'pish punë, po nuk pranon certifikat me të merrta të adhurohet. A ka kuptim marrëveshja? Krejt bie poshtë. Pranoj Ar-Rahman, Rahim, Qawi, Aziz, Jabbar, këtë Muhaimin, këtë që ka arë në Kur'an për emrave në sunet, këtë pranoja. Dhe këtë bëni pjesë të marrëveshjes aty te la ilaha, po mos thuj illa Allah, këtë bie poshtë. Dhe është i rëndësishëm. Dhe me këtë emër Allah xhallahu është prezantuar ndaj ulemat e kanë bërë të rëndësishëm. Prandaj edhe kur e ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata prej ashabëve të tij se cili është ajeti më i madh në Kur'an, a e din? Ka nga din cili është ajeti më i madh në Kur'an? Ka në Rasulullah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Atër pejgamberi ka godit në gjaks. Ka thonë, liyahni'aka al-ilmu ya Aba Mundhir. Aba Mundhir ka pasur me sahabiu, ka thonë për hajër të kohë di japtën. Para më domon ja ka bëu për hajër dijen kur e ka ditë diç nga emrat e Allahut azza xal. Kjo është dije, kjo është begati, që Allah me të begatu ti me ditë se cilë është emri ti më i madh, cilë është ajeti më i madh në Kur'an. Kjo është dije. Andaj ka thonë, liyahni'aka e për hajër të kohët, dija o filan. Pse kjo është ajeti më i madh në Kur'an? Nga se përmban emrin më të madh, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dhe emri Allah është emri më i madh i Allahut azza xal. Dhe kurdo që e thirr Allahun me këto kuptime dhe me këtë raport të rregulluar që ky emër e kërkon, nuk ka mundësi që Allah mos i përgjigjet atë. Nuk ka mundësi që Allah mos ta përkrah. Nuk ka mundësi që mos kënaqet, është e pamundshme. Nga si Ibn Qayyim rahimullah, këtë ato që i ka përmend, apo në atë formulim nuk gjendet diku të shkruara, po se i ka përjetuar ndaj i ka shu. Prandaj edhe besimtari kur fillon me hongër buk, bismillah, edhe pse është pak i dal. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, besimtari han me një lukth, atë kuptim, një ka i del ball, për një lukth del ball çka ka thon. Ose qafiri han me 7, dhe ai ka një lukth e ka thon, po han si mi pas 7, se s'ngihet pa i musa për 7 herë atë. Çka ka bëu këto mungi me pak, këto mos mungi? Ky më thon alhamdulillah me 2 euro atë me 200 mijë më çka ka thon? Emri Allah. Veç dallimi, me mungu këtij besimtari emri Allah, edhe këtij tani nuk i dalin milionat atë. Kjo është veç ma dhukre fi qalilin illa kathara. Nuk ndodh më përmend apo në pak e që mos më arrit apo. Pastaj në frikë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë me Abu Bekrin në shpellçe ka thonë, s'ka thonë inna ar-rahmana ma'ana. S'ka thonë këtë të jam rëndësi. Ose ka thonë inna al-qawi, i gjithfuqishëm i vron këta krejt tash. Ma është më ja, inna Allaha ma'ana. E ka përmend si ka inna Allaha ma'ana është qetësu. Andaj është amën i qetësimit. Prandaj edhe Allahu xhallahu ala ka folur për qetësimin e zemrave apo se kur përmendet Allahu zbutën zemrat e tyre apo. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah, shikoj ka thënë dhukira
Allah, emri Allah, wajilat qulubuhum. Dridhen, përjetoj një ndjenjë të posaçme zemrat e besimtarëve. Këta janë innamal mu'minun. Kur përmend Allahu. Pastaj ka thonë ela bi dhikrillahi. Shikoj dhikri Allah. Me të vërtetë vini re se me përmendjen e kujt e Allahut çka ndodh? Tatma'innul qulub, qetësohen zemrat apo. Prandaj ky është emri i Allahut azza xal, që nëse e kuptojmë këto kuptime, apo dhe e bartim në rrafshin e duhur të raporteve tona me Allahun xhallahu ala të adhurimit, do ta ketë padyshim atë që Ibn Qayyim rahimullahu e ka kuptuar. Andaj këtu janë disa prej veçorive dhe argumenteve të shkurtimisht që dietarët i kanë përmendur e që kanë të bëjnë me emrin e Allahut Allah dhe që e bëjnë nga emrat më të mëdha të Allahut azza xal. Pjesa e mbetur që na ka mbetur është edhe kjo e gjatë, por po filloj me shërimin disa pikave, pastaj sa të arrijm i përmendim. Na e kuptuam se shkurtimisht normalisht gjithat emri i Allahut çfarë kuptimi ka. Nuk mbata mundësi më dhoni kuptim adekuat me një shprehje, por e përkthyem kuptimin e këtij emri në bazë të kuptimit që bart, apo ai që përmbledhen tek ai të gjitha emrat e bukur dhe cilësitë e plota, të cilat e bëjnë meritor që të jetë i vetmi që adhurohet. Që kjo është shkurtimisht Allah. Dhe përmendëm veçoritë, pse është emri më i madh dhe në fund emri Allah. Çfarë ndikimi duhet të ketë në zemrën e besimtarit? Dietarët kanë thënë se ky emër duhet të bëjë ndryshime të muslimanit. Sa të përmend Allah, kanë thënë duhet të ndikoj në masë të caktuar, sot të qoftë, po duhet të ndikoj në njërin nga këto pikat vijuse. Paramendoni, sa thot Allah, ndikon në njërin nga këto pikat vijuse. E para që ulemat kanë thënë se nuk e shton dashurinë e robit për Allahun më tepër se përmendja e Allahut. Më tepër se të bëhet kjo përmes emrit Allah. Dhe kjo nga shumë aspekte vëllazënia. Njëri e don dikon që është i plot, apo ke pa njerëz, ka mund të dikush është në shumë aspekte i mangët. Po vetë pse është për shembull në një sport i theksuar këtë botë atë. Vetë ç'të e ka, ç'të aftësi e ka. Tonë dojnë. Çka bojnë masti me bonin e shkrem, veç me najt me të kënaqen apo, e pse mund me kon ignoranti më i madh në botë, edhe mund me kon për shembull i prishti më i madh në botë, edhe zinaçari më i madh në botë, edhe gënjeshtari më i madh në botë, këtë mund të mi pas. Po vetë fakti pse i lëvizin komp më të tjerëve, e bojnë këtë botë më dashur, më interesu, shikoj lajmet apo thon. Shkoj, erdh, fleti, këto han, kaq ushet, këtë lajme për ta. Pse? Mos më kon interesant lajmet aty nuk i qesën ata. Pse njerëzit dojnë? Pse veç me një aspekt caktuar që njerëzit kanë qef, është i plotë. E paramendona, cili është aspekti më i rëndësishëm për neve se sa aspekti i adhurimit? S'ka, kjo është më e rëndësishme për neve. E nëse kjo është më e rëndësishme për neve, kush është ai që më mirë meriton kët? Allahu xhelalu ala. Qase të kanë plotsu çdo gjë, nëse kërkon fuqinë e kitaj, mëshirën e kitaj, bujarinë e kitaj, mirësinë e kitaj, këtë çka kërkon, këtë në plotat e kaj. Madje pe ti burojnë. Çdo kush që ka diçka pe saj pe ti e ka. Andaj këtë i përmbledh emri Allah. Andaj çu të bën përshtyp dia dhe kjo përshtypje të bën ta dush ato që bërimi dijes, emri Allah është rruga për këtë. Çu të bën përshtypje fuqia apo dhe e dën ti ke për shkak të fuqisë, emri Allah është adekuat për këtë. Çdo gjë pa të shton dashuri. Edhe ai sahabia i cili e ka kënduar shpesh kul huwallahu ahad. Andi në ku ata xhamatit i kanë, ja Rasulullah, ky veç kul huwallahu ahad po kënon. Ai sa i ka kënu sura. Po para se të shkojë ruku e ka kënuar kul huwallahu ahad tani shkojë ruku. Edhe i kanë janë anku tek pejgamberi se po bën diçka që po neve është e çuditshme. Ka thonë pejgamberi, pse po e kënon surën El-Ikhlas? Ka nga se, wallahi ja Rasulullah, e du këtë surën nga se fiha sifetur Rahman. Ka se këtu cilësohet shumë bukur Allahu xhallahu ala. Ana e du, kul huwa Allah. Ka thonë edhe Allahu po dën ty pse ti dën këtë surë. Ana shikoj dashuria është përmend në kontekst të emrit Allah. Gjithashtu ka thënë Allahu xhallahu, kudo që përmend dashuria, kul in kuntum tuhibun Allah, yuhibbukumullah. Emri dashuria është e ndërlidhur në masë të madhe shumë ngushtë me emrin Allah. Andaj para se e njeh Allahun, para që edhe e dën.
Për atë sa ki hisën këtë emër, për aq edhe sot dashuria. Për atë sa e adhuron Allahun me këtë emër, për aq dën Allahu xhallahu ala. Prandaj reflektimi kryesor I këtij emri jetën tonë është shtimi I dashurisë. Ta dojmë Allahun na më shumë përmes këtij emri. Dhe ajt na don më tepër për shkak se ne e kemi realizuar dhe njohur më së tepërmi këtë emër. Andaj edhe Allahu xhalla xhelaluhu do të thonë në shumë vende thash sa rëndë lidh dashurinë e përmend me këtë kontekst të këtij emri. Dhe njëri e din se çdo kush për çka do që është dashur në këtë botë, edhe pse ka pas të mangët, megjithatë njerëzit e kanë dashur. Por megjithatë edhe ajo është e përkashme apo. Ajo shkon. Nëse tek Allahu xhallahu ala mbetet, domethënë vazhdimisht. A ndodh ndonjëherë që bujaria mos me kon tek Allahu ose diçka tjetër nuk ndodh kurrë. Dhe kjo bën që ta dojmë Allahun edhe më tepër. Nga ky kënd. E dyta që ndikon është se ky emër na mëson se si ta adhurojmë Allahun xhallahu ala sinqerisht. A nuk kërkohet për neve që të shpresojmë? A nuk kërkohet për neve që të kemi frikë? A nuk kërkohet për neve që të kemi tawakkul? Apo a nuk kërkohet për neve që ta kryejmë një adhurim caktuar? Të gjitha këto kualiteti I tyne, pranimi I tyne janë të kurzuara me ndikimin e këtij emri Allah. Sa e ke kuptuar emrin Allah, për aq do të kesh frikë, për aq do të kesh tawakkul, për aq do të kesh gjitha këto. Andaj Ibn Qayyim rahimullah për tawakkulin, sikur do të mësojmë te emri Allah, te emri Allahut al-Wakil, tawakkul ka Ibn Qayyim rahimullah kushti I parë për plotësimin e tawakkulit është ma'rifatullah. Me njoft Allahun azza jall. Me emri Allah. Sa më tepër e një, më tepër e ke frikën, më tepër shpresonte. Sikur që thash, edhe më tepër e don, më tepër mbështetesh kështu më radh. Andaj realizimi të gjitha adhurimeve të tjera është I kurzuar me këtë emër. Prandaj ndikimi I këtij emri tek ne është në përmirësimin e cilëtetit të adhurimeve që ne duhet t'ia kushtojmë Allahut azza jall. E treta që ulemat e kanë përmendur është se ky emër duhet tek ne të krijon një lloj kënarie se kanë na pa adhurojmë. Nëse ose ata mburren apo me çka do qoftë, dhe nuk turprohen me të adhuruarit e tyre. A nuk duhet kjo që kur thua unë kam Allahun të diçka tërësisht e posaçme, një ndjenjë keqe ndryshe e kënarisë, një ndjenjë tërësisht ndryshe e kënaqësisë, e gëzimit që ti e ke Allahun azza jall. Andaj a nuk I mësoi kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Uhud sikur se kemi përmendur me 10 herë. Çka tha Abu Sufjani I shkret? Lana al-Uzza, na kena Uzan, gurin e kemna. Çka I tha populli Hudit? Tha nëse s'nalësh, idhuj ton kemi apo sherrin të japta. U mburën me gure, me droje me. Sikur sot mburën me gjithçka. Çka tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Çka tha Hudi? Në surën Hud Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha ela tujibun, as përgjigjen e keni jo? Thoni Allahu maulana. Allah është miku jon. Andaj është kënari në botën kur sot njerëzit kënojnë me çdo gjë të pavlerë që ne të ndihemi më kënaqët me emrin Allah. Për në emri Allah duhet të prodhoj tek ne kënari. Të flak çdo ndjenjë të nënçmimit për buzës, vlerës së ulët që fatkeqësisht muslimanët e konsumojnë në masë të madhe. A din që do të thonë ti më pas Allahun e tjerë mos më pas. Kemi afton të më kon mas kënaqërin botë. Ky emër përveç se e mbush zemrën e besimtarit kënaqëri, e mbush edhe pasuni. Apo tjerë vinë kënaqën e kam këtë, e kam atë, ti kur unë e kam Allahun. Çka ke hum? Andaj apo mbushemi pasuni, apo mbushemi kënaqëri, apo mbushemi fitore dhe fuqi kur themi Allah. Kjo është tragimi I këtij emri tek ne që duhet ta kemi. Kështu duhet nikon ky emër Allah nga se kështu të është realisht. Por nganjëherë po kam frikë se pse kjo është fazë, padyshim që duhet me investu këtu për dal nga kjo situatë se besimi I shumë muslimanëve në Allahun më tepër është abstrakt se konkret. Çka do të thonë abstrakt? Sahi Allahu nuk duket, apo po ai është më prezant se sa mu duk. Apo ma ofre kemi se sa mu duk. Por njerëz besojnë në abstrakte. Çka nuk është abstrakte? Allah ekziston, po të qysh
Senin që e ka nga, senin që në të kuptim thu se është dikun tjetër, është diçka tjetër. Pa nuk nin kanali. Për shembull, njëri kur e ka parkruan e dikujt, ja qen kryetari i komunës letrën, çaj e letër është e mjaftueshme me një vetëm që unë e kam në mbështetje. Pse? Pse ka besim konkret. Si të kryetari e ngjë kush është, emri mbi emri, ku është, çka ka mundsi këtu më bë, kë këtë mobilizon këtë rast kur ai e lezon letrën e tij. Pse nuk mobilizon këto kuptime se kur e kem në Allahun, dhe ai thotë unë me juve, ky me neve ai cili e ka këtë, konkret ta përjetosh për kohën e Allah xhallahu ala. Në konkret ta ndish ekzistimin e tij. Jo diçka abstrakte. Andaj themi Allah është me neve, domethënë Allahu diçka që duhet më u thon, po s'ka diçka konkret këtë rrafsh apo. Atë diçka më i gjithfuqishëm me Allah, ai cili don këtu me neve është prezant me fuqinë e tij, fuqia e tij gjithkund është, rahmeti është si vjen kohë me arrit, raketa Allahu dikun as sekondë as kurrë hiç. Nuk i duhet shtab që duhet më mbledh të marr vendime, nuk i duhet lepi kërkujt kurrë. Apo mjafton on kun bëu, fa yakun dhe bëhet. A është që ndjen prezent tek ne? Këtu i prodhoni Allah. Dhe këtë bën me kun kënar dhe i pasur. Para mëna për shembull, ai që depot të furnizimit, këtë ndor ti apo. Këtë taj. Dhe ai me dasht, me dasht ai në sekond, moment, e ndryshon gjendjen e materiale tërësisht mos të madhe. A ndin konkretisht i kët afër, kët premtim të ti? Apo edhe kjo është abstrakt, largur kjo. Si ma shumë përdoret si një hap qetësues. Apo se duhet me diçka më qetësues, se mos më kohë çka kishë marrua apo. Jo, nëse është hap qetësues kjo. Kjo është realitet konkret, çeto është. Risku i tij është çeto, fuqia e tij është çeto, kretin çeto afër. Madje thot Allahu xhallahu ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Na kena mangat kem na ty se ky damar që ki këtu apo. Mangat na kineva apo. Ma shpejt jem na te ti se ky damar që rrin qafën tonë apo. La ilaha illa Allah. A kush po thotë sot? Allah. Tash para mëna kët Allah me kuptimet dhe kët konkretizim që e ka thon. Që ka para shoqimin me Allahun xhallahu ala. Andaj kjo do të investim. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe vetë ashabët e tij, edhe vetë ulemat pastaj e kanë di shoqërimin me Allahun xhallahu. E kanë di po, sikur më mirë, shumë më mirë se sa miku me mikun me ata. Të pana kur je vet, apo je vet dikon strihet edhe vjen dikush bën madh me ty apo. Sa kënaqesh me ta apo. Ata çështu konkret e kanë përjetuar kur kanë me Allahun xhallahu ala. Madje shumë më të madh. Ai kënaqi, kënar. Pse? E ka Allahun xhallahu ala me vetë apo. Gjithashtu për asaj që ky emër na sjell ndikon tek ne është siguria e investimit apo. Tjerë se kanë këtë siguri apo. Ti po investon sot apo nga koha jote, nga pasuria jote, nga bindja jote, nga kuptimet po investon. Për shembull, këto 2 orë që ka të më nejt, ke mujt për shembull me kohën me një biznes me fitu diçka. Ti ke investuar kohë këtë marrë. Dije se kjo është investim më i sigurt. Ata që investojnë, për shembull, për në një post caktuar në dunjë, a sigurisht e arrin? Ja. Ai që investon në biznes caktuar, a sigurisht fiton? Ja. Ai që investon në shëndet, a sigurisht ruhet keq ka ka, a është i sigurt që nuk smuhet? Ja. Të gjitha investimet janë me hamendje, janë luhatje, por është investimi që e bën përmes emrit Allah. Keq ka investon te Allahu mos i gala. Sigurisht kemi fitu. Sigurisht ruhet. Sigurisht hub. Andaj ditën e gjykimit, këto ata që e kanë adhuruar Allahun, kanë investuar këtë adhurim, do t'ju shndrohet siguria në frikë. Ndërsa besimtarit a ka mundsi na me thon, na pa adhurim Allahun, po jomul kiamet çfarë po diun çu del hesapi inshallah Zot. Sigurisht ka më dal Allahu që është ai që duhet më meritu. S'ka këtu, s'ka diçka. Andaj nëse ke arrit në stacionin e adhurimit, çaty rri, që të dosh me mri. Ku të shkojsh tjetër veç ke bredh? S'ki më mirë me shku më aftë. Prandaj edhe si rezultati i kësaj vije xheneti, la yabghuna anha hiwala. Nuk lypin mu largu për xhenetit, pse? Se s'kan lyp pas dunja mu largu për këtë adhurime. Çto kena nejt naftën. Na adhurim nas lypëm. Çdo gjë tjetër për kësaj një lyp me ndrrua apo. Edhe shtëpinë, edhe kerrin, edhe gjithçka lyp ka që ndër me ndrru pak. Apo pse se skaron çato bashkë duhet apo. Skaro. Çfarë shtëpie që e bën, a ka mundsi më mirë me pas? Po, edhe të vën, edhe pamje, edhe ndërtim, çka do të ka më mirë.
Çka do që njëri ka në këtë botë? A ka mundësi edhe mbrana kësaj bote me pas më mirë? Ka mundësi. Ka mundësi. Askush se ka arrit kulmin e komoditetit këtë dunjë. Sa ka pas faraoni? Ka menuar që më mirë s'ka më. Zoti ka thonë. Sot njëri më i thjesht i ka punë më mirë saj, se ka klima i s'ka pas. Apo shikoj që Allah degradon për një kohë shkurt, bie komoditeti dhe bëhet i thjesht. Apo komoditeti i mbretërve sot bëhet standard i fukarave. Ç'kjo dunjaja? Mirë pa adhurimi Allah xhallahu ala, si standardi të pastër ma bëhet në standard fukarave kur. Nëse ç'kjo stacioni i fundit i mundshëm që mushti më arrit nga ngritjen këtë dunjë. Prandaj njëu i qiet sigurt, tash më mirë se s'ka kurkush. Ma forcën e kurkush s'është. Kur ta siguron këtë qetësi? Allah. Emri Allahu ta zgjat. Asnjë emër tjetër nuk bën më rahat. Provoje. Me përmendë çka tjetër pasunia ka më mirë, apo gruaja ka më mirë, shtëpia ka më mirë, fëmia ka më mirë, pushteti ka, gjithçka, çdo emër përdor ti. Apo si tablet për shqetësim, të gjitha janë tablet për shqetësim. Po, ase gjitha ka më mirë. Si thosh Allah, a ka më mirë? Qetësor më njëra. Investim më mirë se për Allah me bëa ka, nuk ka. Që kjo është pozita më e mirë, më e favorshme që ti ke pas mos i marrit. Dhe ajo që e rëndësishme se ceka nuk devaluon kurrë atë. Këtë devaluon atë. Këtë devaluon atë. Na po shohim për shembull deri vonë apo do mobile që kemi ndosur sikur ceka, telefona kanë qenë ekskluzive për kryetarët e kryetarëve apo. Ekskluzive. Sot është një fëmijë i vogël e kapën. Sa i ka ndalluar një 10 vjet i ka mes vetë 20, po tek e fundi çatë është. Hala su deka që ka pasi pari e që më marr ky mram të aftën. E që kjo është relative aftën. Ndërsa Allah kur arrin, kur mos se dikush më mirë aftën. Unë po marr Allahun po ja rahat, tani fla rahat se kur kush më mirë se më marr. Kur kush më sigurt se ka. Kur kush ka investuar në vend më të sigurt se ti. Kur kush si ka qiu punë në vend më të sigurt dhe që paguhet më shumë se te Allah xhallahu ala. Hiç mos e ke gale. Ka se nganjëherë do njerëz, për shembull, mundon me dekoraju, me zgjëny. Apo çu tek se buket kse fituar çikaç apo. Mos lejo me emrin Allah ranai këto hamendja apo. Kam investuar dikon që 100% ti halatë sa paguën ai mua. Me ditë ti më thosh mos gabon me quat apo. Po njerëz fatkeqësisht kënaqen me pagesa të vogla, nga se nuk e kanë sigurinë e emrit Allah. Wallahi ti me kon i bin në emrin Allah e kupton se ato që ke investuar për te ose e ke lënë për te, çaj me ta pagu, apo është investim më i mirë. Këtë ata menaxherat e botës më shumë të mirë çore apo. Ky biznes që ti pelen, kjo punë që ti pelen, a din sa ka perspektivë, ti lë nuk po din çapo përgatitet në rrugën ndërkombëtar nga fitoria. S'keni gale, ose vjen as analizëm apo. Unë e kam thudi ku fitohet më shumë gjatë apo. Andaj që sahabët i kanë zbetë gjithë. A i ka thonë Abdullah ibn Hudhafës, a i mrejtja, pranoj islamin, le islam, le Muhammed nësam. Pasunin, e mrejtit në të ko. Ata që bukës kanë pasë më ungar. I ka thonë e dojmë nga përgjyst. I ka thonë përgjyst, si kurse i ka thonë Kab ibn Malikut, apo? E ka bojkotu këtë Medinja. Selam si ka e pegamërësëm. E ka këtë kryt 50 dit bojkat. Edhe në këtë krizë i vjen letra për mretit, caktum, fisit Gatafan, hajde të one i dojnë e për gjysë për shtetin. Gjysë, edhe knaqë, Allah. Par në të ashti këtu, musliman të gjemati, ketë kur mësë me dash, mësë me donë selam, bojkat e ki. Bojkat është. Për shkak një gjynaj që i ke bo, të ka bojkotu, filan hoxha, ka urdu gjemati me bojkotu këta. Krejt, kur slet atën. Në atë moment, dikush për veliu të thirët, hajde të na ka, e dojmë për gjysë, shihrin apëtan, apo. Sa musliman heziton Muhammed të marrën herë tonë patën e kthejnë apo. Ka në Abdullah ibn Hudhafa, jo gjysën të madhona apo. Që kjo është do të se është siguru te Allahu xhallahu ala. Ka jo mallon gjysën apo. Po ka një thuat jam i mungu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo për bëu kekse pasurinë s'pranoj apo. Veç më thon, po to këtë pasurinë, veç një thu Muhamedi preja pak më shumë. Thonin më shumë preja, veç pak apo. Këtë po ta do, s'pranoj. Hele me ndru dilën e ti, këtë rrugën ti me lëshua, i kanë kompleksu dhe mbretni, e pëse kanë qenë fukare? Me qka? Me emrin Allah. Se kanë qenë sigur këtë investim, kanë qenë kenar sigur që e ceka. Gjithashtu, pej ndikimet të këti emrin njëtën tonë të zëndëruar është se krejt ndikimet që priten të bëhen nga emret e tjerë, apo kalojnë përmes të emrit.
krejt që ka pritë në më ndiku të ne Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Melik, El-Quddus, El-Salam, El-Mu'min, El-Muhejmin, El-Aziz, El-Gjebbar, kështu më radhë, krejt që ka pritët, krejt kalojnë për mes të jamën. Krejt kalojnë për mes të jamën. Andaj çdo ndikim që duhet me elon emnit i caktuar, duhet edhe kë jamën me elon. Se e përmban vetën e vet, Allah. Andaj shiko sa i përdorshëm është kë dhe sa i nevojshëm është për neve deri në vdekje. Gjithashtu edhe për asaj që ky jamën duhet me ndiku tek ne është se pasi që Allahu xhalla xhelaluhu i pas ka gjitha këto që meriton të adurohet e këto që i cekëm, atër gjithashtu ky jamën duhet të kenë ndikim tek ne edhe në një rraf caktuar, edhe pse ky rraf nuk përjashtohet nga tjerat, por e kanë veçuar zakonisht dietar për shkak të rëndësisë së madhe që duhet të kenë të besimtarit. Është që emri Allah dhe ato që e përmban ky emër të jetë ai që gjykon në jetën tonë. Allahu xhalla xhelaluhu do të kudo që e ka përmend fen që duhet ta kenë rapt e ka përmend përmes emrit të Allahut. Apo e fa ghayri dinillahi yabghun. Atë fet pas dinit të Allahut e lipin. Shikoj feja Allahut është kjo. Ka on rasulu Allah. I dërguar edhe pse ka ardhur, më mësuam ju gjykua. Andaj Allah xhalla wala nësun al-an'am. Shikoni çka thot në ajetin 114 dhe 115. Allahu xhalla wala thot أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله جل وعلا ثت أفغير الله أبتغي حكما. Apas Allahu, që këtë emni Allah është përmen në kontekst posaçëm. Apas Allahut unë të kërkoj gjykat tjetër. Andaj kjo emën nga reflektimet e tij të domosdoshme është që veç ai të gjykacion. Veç ai të gjykon për një punë që është e mirë. Veç ai të gjykon për një punë që është e keqe. Veç ai të gjykon për një hak, sa ka më në hak, sa ka ai hak. Veç ai. Veç ai gjykon kur ne ka mirë, dhe veç ai gjykon kur ne ka keq. Vetëm ai. Kjo është ndikim i emrit Allah në jetën tonë. Por sa mungon ky ndikim, mungon edhe kuptimi i emrit Allah. Nga se Allahu thot e fe gajrë Allah, shika drejt apas Allahut e bëtegi hakeman të kërkoj gjykatës, e kush është Allahu Jalla wa'ala? Wa huwa alladhi ayat i cili anzala ilaykumul kitaba mufassalan wa ka zbritur juve librin me shërime të detajzuara. Andaj ata që ua kemi dhënë në librin, e din se është me kitab, e din se kjo është i zbritur nga Zoti me të vërtetë, andaj ti mos u bën nga ata që dyshojnë. Fala takunna min al-mumtarin. Wa tammat kalimatu rabbika. Sigurisht s'ka më nalt mo, ma hak sun vjen mo, ma mirë sun vjen mo, ma dobi sun vjen mo, krejt më mbledh me gjin e me njerëz. Allah i ka sfidu një surë me e pru për të mirë njerëzimin së në bin, lemon i Kur'an. Andaj temmet, shiko Allah ka unë taman u bo, temmet kelimetu rabbike, fjale a Zotit në Kur'ani, sidkan u adla. Qëka me kupton sidkan u adla? është plotsu fjale a Zotit në rrafshën e vërtetësis. Ma vërtet, lajmë ma të vërtet, së në dëgjanë mu. Andaj a dëmë ndëgju lajmet e krimit njëriut, lezojnë Kur'an, ma të vërtet, së të informon kërkusheq, që të e kitë vërtetën. A do me të lajmëru për lajmet e Nuhit, e këti, e ati, a do me të informu për këtë çështje, temmet, është kulmi vërtetësis. Ma vërtet nuk gjenë më kur, as nuk mund e bjenë kërkush. Edhe plotësimi i dytë ka ndonë cilë rafsh, adla, edhe ma drejt, s'ka më optën. S'ka drejtësi që i konkuron drejtësisë Allah Xhallahu Ala. Shariati është sistemi ma i drejt, i mundshëm për njerëzit, prej Ademit alësam dhe njëri fundër. Edhe tani masë të fjale, bina me fletë rahat, edhe nuk friksojme se ndonjë grup i caktuar juristësh kam prodhu që kam ma drejt. Pse? Ka që i sigurt, a ke studiu ti ju në smarrë vesh, kur një ridik, po e fe gajrë Allah. Këmë thonë Allah, e aja Allah e ka zbit, unë e me sigur në këtë drejtim. E kuptove?
Andaj s'ka më i sigurt se sistemi Allah xhallahu ala. S'ka më i sigurt se shariati, s'ka më i drejtë se shariati. Nga sa Allah ka në temet është plotësuar në rrafshin e drejtësisë. Krejt çka ka në shariat është kulmi i drejtësisë. Nuk ka mundësi me i konkuru askush në asnjë nenas, asnjë në nenas ka të paragrafe, kur hiç, kur s'ka mundësi me i konkuru. Ma i drejtë i mundshëm është që i ka zbrit njerëzimin ndonjëherë aftë. Këtë e kupton ti përmes kujna? Allah. Apo andaj kuptimi i shariatit, zbatimi i shariatit, gjykimi i shariatit, pranimi i shariatit, mos kontestimi i shariatit janë ndikim i kuptimit të drejtë të emrit Allah. Ata që kanë për me këtë rafshe, se kanë marrë vesh hala, kush është Allahu. Apo? Nëse Allahu po thot, e fe gajrë Allah, apo s'ka thonë, e fe gajrë el hakim, se ka përna emrin hakim, që është gjykatësi, që është i urti, të emri hakemen, se është i përshtatshëm, ja ka në e fe gajrë Allah. Apo s'Allahu të ebtegi, unë të kërkoj, hakemen, gjykatës, mirë të nënçmuse, përbuse, për ehli kitabin e Kurejsht, edhe mushrikt. Pas ti me lip, nëse aje ka zbi libin Mufassalen, po të kishë zbit, subhanë Kurani, shumë i përgjismum, ishtë dasht me lodhë, kejtë menë me kuplu që po të zote. Lërë më të ka detajzu, kejtë detalj, s'ki në ujtje, pak, ju ka me të lemove punë këtë Kuran. Edhe ato që ju ka me të lemove në pështëllimet e halkut, njështë e pështidhin e du të alë me usaru. Këse me konë njështë real, pa ma ashtru, qartë është kollaj me gjyku. Përdoj që ata ka nevojë. Andaj edhe të pranuarit e Allahu si gjykatësi i vetëm, me këto që është plotsu fjala e Allahut në rrafshin e vërtetësisë dhe në rrafshin e drejtësisë, janë ndikim i drejtë për drejtë i kuptimit të drejtë të emrit Allah. Këto janë disa pika thash për shkak se na nuk mund këtë tash zinxhir me fol për Allah, mi po më dorë është një përmbledhje, edhe është një, po them kështu kushtimisht përzgjedhje, por na me lenin Allah xhallahu ala në çdo emër që do të flasim apo do të kena punë hala me kalluk Allah, Allah, Allah. Apo nga sa është themi i gjatë, me pas paku të mundohemi që këto kuptime ti përmbledhim dhe mundësisht ti përjetojmë kur themi namaz bles paku Allahu Akbar. Ose kur thuash Sami Allahu liman hamida. Këto më përmbledhen, besoj që do të kemi një përjetim pak më tjetër edhe të namazit ton, edhe të dhikrit ton, nga se shikojnë çdo dhikr është i përzin emri Allah. Nuk është Subhanarrahman, apo nuk është Subhanarrahim, po është Subhanallah. Nuk është Elhamdurrahman, apo nuk është Elhamdul Malik, është Elhamdulillah. Andaj Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, fjalë më të mëdha dhe më me peshë në dynja që mund të thotë njëri, sillen ka emri Allah. Kjo nuk është e rastishme, për pas këndikim dhe këtë peshë duhet të shoqërohet me këto kuptime. Elos Allahun e madhnuar që të na mbush zemrën dashuri ndaj tij. Dhe elos Allahun e madhnuar që të mbush gjuhët tona me përmendje ndaj tij. Dhe elos Allahun xhallahu ala që të përmbush gjymtyrët tona në shërbim ndaj tij. Edhe të na shpëlon Allahu xhallahu ala dhe të ndihemi gjithmonë ashtu sikur se duhet, krenar, e të qetë, e të lumtur, e të sigurt në përmendjen dhe në adhurimin e Allahut te bareka ve taala. Kjo është ajo që ka patë mundësi me thonë. E Allahu xhallahu ala padyshim është shumë më lart dhe shumë më i plot dhe shumë më i bukur dhe shumë më i mirë se ajo që ne kemi arritur me thonë afton mirë, po inshallah Allahu xhallahu ala na plotson me rahmetin e tij, na mundson që me dijen e tij të dim pak më tepër dhe pak më shumë. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.